Një investigim i publikuar nga media greke Data Journalist ka zbuluar detaje të reja lidhur me mafjen e ndërtimit në ishullin grek Mykonos dhe lidhjet e saj të mundshme me vrasjen e 35 vjeçarit shqiptar Alfons Doçi brenda burgut të Korydallos. Doçi u vra më 26 qershor të vitit të kaluar nga një bashkëkombës i tij gjatë një përleshjeje mes të burgosurve. Sipas raportimeve, Doçi kishte dorëzuar një audio dokument në policinë greke rreth 2 vite më parë, por autoritetet nuk kishin ndërmarrë asnjë veprim hetimor mbi të. Dokumenti në fjalë përmbante një bisedë 5 orëshe mes Doçit dhe një kryekontraktori nga Mykonos, të cilin ai e kishte denoncuar si porositës të vrasjes së një agjenti të njohur të pasurive të paluajtshme në ishull. Biseda ishte regjistruar fshehurazi nga Doçi dhe dyshohet se përmbante informacione të rëndësishme mbi veprimtarinë e grupeve kriminale të lidhura me industrinë e ndërtimit në Mykonos. Dokumenti audio i regjistruar nga Doçi dhe i dorëzuar në qershor të vitit 2023, pas arrestimit të tij në Athinë, u përcoll për përpunim dhe transkriptim tek Drejtoria e Hetimeve Kriminale të Policisë Helenike. Megjithatë, deri më sot nuk dihet fati i këtij materiali dhe nuk është përcjellë te Departamenti i Krimeve kundër jetës, i cili po heton vrasjen e Doçit dhe vrasjen e inxhinierit topograf Papaxhoti Stathis, një tjetër viktimë e mundshme e mafjes së ndërtimit në Mykonos. Në fund të qershorit 2024, Alfons Doçi u vra brenda burgut në Korydallos. Ai ishte i njohur për autoritetet me një të kaluar kriminale të rëndë. Në mars të vitit 2015 kishte vrarë një 53 vjeçar gjatë një grabitjeje në Elefsin dhe ishte përfshirë në disa vepra të tjera kriminale, përfshirë grabitje të dhunshme dhe arratisje nga burgu. Hetimet për vrasjen e tij tregojnë se një konflikt i vogël mes tij dhe një tjetër të burgosuri çoi në një përleshje të dhunshme. Një video e publikuar nga media tregon momentin kur dy të burgosur ju afruan Doçit dhe filluan ta sulmojnë fizikisht. Njëri prej tyre e goditi disa herë me thik duke i shkaktuar vdekjen. Vrasja e tij ndodhi vetëm një javë para vrasjes së inxhinierit Papaxhoti Stathis në Athinë, një figurë lidhur me industrinë e ndërtimit në Mykonos. Kjo ngjarje nxorri sërish në pa aktivitetet e palishme të mafjes së ndërtimit, një rrjet i dyshuar kriminal që operon në ishullin e njohur turistik. Para vdekjes së tij, Doçi jetonte dhe punonte në Mykonos si ndërtues dhe kishte lidhje të ngushta me një prej kontraktorëve më të fuqishëm të ishullit. Sipas zburimeve, ky kontraktor ishte përfshirë në një rast të vrasjeje të pasbardhur dhe më pas ishte shpallur i pafajshëm. Në nëntor të vitit 2022, marrëdhënia e tyre u prish dhe Doçi bashkë me 2 bashkëkombës të tij e sulmuan fizikisht kontraktorin në zyrën e tij. Gjatë grabitjes, ata arritën të merrnin 30.000 euro, por njëri prej tyre la pas armën e tij duke lejuar kontraktorin të kundërpërgjigjej. Ngjarja çoi në arrestimin e Doçit dhe bashkëpunëtorëve të tij në qershor të vitit 2023. Përveç denoncimeve për mafjen e ndërtimit, Doçi kishte dorëzuar prova mbi ekzistencën e një kontrate vdekjeje ndaj një agjenti të pasurive të paluajtshme në Mykonos. Ky i fundit ishte sulmuar jashtë shtëpisë së tij në vitin 2020 nga një burr i armatosur me shufër hekuri, duke e pësuar dëmtime të rënda. Sipas Doçit, sulmi ishte urdhëruar nga i njëjti kontraktor me të cilin ai kishte bashkëpunuar më parë. Gjatë gjyqit të mars të vitit 2024 në Siros, Doçi përmendi ekzistencën e një regjistrimi të dytë audio, këtë herë të realizuar nga vetë ndërmjetësi i sulmuar. Ky regjistrim mund të përmbante të dhëna të tjera mbi aktivitetet e grupeve kriminale që operojnë në Mykonos. 2 persona janë vënë në akuzë për vrasjen e Doçit, njëri për vrasje dhe tjetri për bashkëpunim të thjeshtë. Njëri prej tyre ishte një shqiptar që ishte arratisur nga burgu me Doçi në vitin 2018. Sipas hetimeve, të burgosurit kishin shuar celularët e tyre para dhe pas vrasjes, duke ngritur dyshime se ekzekutimi i Doçit mund të ketë qenë një akt i planifikuar dhe jo thjesht një përleshje spontane. Këto zhvillime ngren pikpyetje serioze mbi mosveprimin e autoriteteve greke për të hetuar më thellë mafjen e ndërtimit në Mykonos dhe lidhjet e saj me ngjarjet kriminale të viteve të fundit.